ne dëshironim që t'i kthenim ish kolegët tonë. Ne ndishim veten shumë keq kur nuk më ishim i kthy krejt. Kishim ato kornizat e ndalesave. Po. Edhe tash atë hapësirë që e kishe ti brenda atyre kornizave. Përpiqeshe me skivu disa ndalesa dhe me nxjerr prej bisedës me musafirin ose diçka tjetër atë maksimumin. E mora një copë letër edhe në konsultim me disa kolegë e dhash një lajm para përfundimit të emisionit. E bëm që një celule partisë në fushë Kosovë, në shaj pakënaqësie për situatën e përgjithshme, për greva, për këto, jep dorëheqje kolektive edhe i kanë dorëzu librezat. Qëllimi ishte me plasu idenë, se jam i pari që kom fol në mikrofonin e Radio Tiranës nga Kosova. Po radio do të avancoj. Zëri është kusht për radio. Sot me mua dhe me ju në minutat vijuese të këtij podcasti vjen miku im, kolegu, gazetari shumë vjeçar i Radio Prishtinës atëhershme, me një përvojë pothuajse gjysmë shekullore, një nga nismëtarët dhe themeluesit e Radio Kosovës pas luftës, zotëri Fatmir Podrimaj. Ju përshëndes. Mirë se erdhe, Fatmir. Mirë se u gjej. Është një kënaqësi shumë e veçantë që sot pranuat ftesën, t'jeni mysafir në shtëpinë tuaj. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi me që janë këtu. Pa marrë parasysh emërtimet. Nuk e di na i vlerësojmë sa duhet. Nuk e di në japim hapësirë sa duhet njerëzve që kanë bërë histori në gazetarinë e Kosovës. Po, di të them një gjë, që unë, bashkë me grupin e gazetarëve të pas luftës, në vitin 2000, do t'jemi gjithmonë mirënjohës për përkrahjen që na dhat, jo, fillimisht, për kolegialitetin e miqësor, për mbështetjen, edhe më kryesorën për besueshmërinë që e patët ndaj nesh si gazetar të rjashtë, tepër unë vija nga gazetat dhe s'kisha asnjë përvojë në radio. Faleminderit, më vjen mirë kur dëgjoj këto vlerësimesh, edhe pse ajo kohë ka qenë pak ma specifike, jo pak, po shumë specifike, për shkak se çdo gjë ishte e shkatruar dhe duhej ndërtuar prej hiqit një radio. Po. Më kujtohen ato fillime, domethënë bashkë me kolegët. Me kolegët, sidomos me Fejm Rexhepin e ndjer, një gazetar i jashtëzakonshëm i Radio Prishtinës, kur i bëm ato hapat e parë. Ballafaqimet ishin të përditshme, në çdo moment me ndonjë problem, mirë po nuk ndaleshim. Tash marrja e gazetarëve, ne dëshironim që t'i kthenim ish kolegët tonë. Kishte procedura, kishte pengesa, kishte moskuptime nga ata që vendoske një komision i OSBE-s atje, dhe ne ndishim veten shumë keq kur nuk më ishim i kthy krejt. Të paktën disa i kthym, po nuk kem qenë të kënaqur kur. Ndërkohë fillun me ardh emrat e ri, ku ishit edhe ju. Nuk ishte lehtë të bëje një seleksionim, po më kujtohet ai takimi ynë i parë edhe ajo fjalia e parë për radio. Disi e kam vrejt se të ti ka potencial. Kishte spari potencial intelektual. Po. Edhe pastaj vishin gjitha këto, po edhe zëri ishte i mirë. Sot do të flasim për ty. Prandaj je këtu ku je dhe më vjen mirë shumë për zhvillimin që ke arrit deri tash. Po, ne kishim atëherë një mbështetja dhe besueshmëria që ju na dhat, edhe ajo fjalia që unë e gdhenda për ta ruajtur gjithmonë, edhe sot që punën duhet ta duash, se cilën punë që bën. Është më tepër kjo e gazetarit që është një punë me shumë sakrificë, është një punë me stres, është një punë nganjëherë shumë e rrezikshme, dhe
Punë e rëndë me Jam përgjithësi të shumë madhe. mirënjohëse. Po do të nisim pak më herët, sepse zëri juaj nuk është i panjohur. Ju jeni zëri që keni dëpërtuar gjithande, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë. Edhe sot, kur ju takoj juve, kur i takoj edhe ish kolegët e mi që tani janë në pension, zakonisht jo vetëm mua, po kam rasitur ti dëgjoj që i kthej në kohë, kthej në periudhat kur kanë jetuar, kthej në momentet, në vitet përkatëse. Ju keni bërë gazetari në një kohë të pakohë. Keni bërë gazetari në një periudhë të uzurpuar, keni bërë në një periudhë shumë të vështirë, kur nuk ishte elementarja 2 agjenci lajmesh më pak kujt i referoheshe, e sillnit lajmin në kohë reale dhe keni bërë një varg emisionesh kaq të bukura. Prandaj këto janë ato që na sjellin gjithnjë në ato kujtimet. Si ishte ai fillimi juaj tek Radio Prishtina atëhershme në këto kondita? Në fakt duhet të kthehem prapa shumë diku në vitin 74, fundi vitit 74, fillimi i vitit 75. Unë isha student edhe e ndjera zonja Liliana Qavolli, Hys Shkreli si gazetar, një takim të rastishëm. E vërejtën se unë kam potencial, zërin, pastaj kisha një kulturë leximi e gjitha këto, dhe më propozun me ardhë në radio. Edhe unë erdha e bëm një testim tjetër, edhe më propozun me fillu si bashkëpunëtor i jashtëm. Në disa emisione, atër kishte hapësirë në programin e dytë. Programi i dytë ishte komplementar me programin e parë, mirë po parësisht kështu kishte si qëllim kryesor rinin edhe argëtimin. Jo që s'kishte edhe informacione, emisione serioze, po më dhanë një emision ma të letë, kështu pastaj gradualisht fillun me më dhonë ma tepër e ma tepër, edhe mandej u bëra më gazetari Radio Prishtinës, edhe kam fillu me emisionet shumëta, më flinin këto emisionet kontaktuse, ma tepër. Mirë po nuk pritojsha me i punu edhe këto dokumentaret, leximi, pastaj si modele kisha gjithmonë, edhe pse si studente kam ndëgju, të ndjerin Gjakush Qapari, spikerin më të famshëm, jo veç të Radio Prishtinës, por gjitha trojeve shqiptare, madje asnjë spiker as në Radio Tiranë, nuk ka mund t'i afrohet ati për kvalitetet e tij. I të gjitha kohrave. Ai është i pari që... Fatkesisht se ne kemi kërkuar te Radio Prishtina. Nuk e di sa janë në rujt këto. Nuk e di sa ka të rujtura diçka nga gazetë. Po, ai ka qenë për mu, po edhe për shumë kënd, ai ka qenë i pari që... Pse? Spari ai ka qenë një poliglot. Ka qenë një njeri me një kulturë të jashtëzakonshme. Fliste gjuhë tuja. 3 gjuhë nëse zgaboj, ose 4, nuk e di, me prej ardhe ishte diku prej qamëris atje, kishte një jetë goxha të randë, mirë po kishte arritur që të stabilizoj dhe tjetë ikon e Radio Prishtinës, deri në vdekje. Nuk them që s'ka pas ti spikerët, mirë po kërkush s'ka mund t'i afrohet ati. Une me ëndje mbyllësha në studio edhe i dëgjoja incizimet e ti. Me orë tëra. I studioja akcentin, i studioja ma presjen, pikën, pauzat, çdo gjë. Jo vetëm mënyrën e të folurit, po edhe zërin, edhe atë ngjyrën e zërit, ato lulet e zërit. Kam rastisur. Ai ka qenë diçka që nuk mund të ndodh. Një herë 100 vjet ndoshta vjen një njeri i tillë. Fenomen ka qenë. Ka qenë edhe si njeri kështu, pak e kam arrit, po si model, më ka shërby ai. Sa kam arritune. Ka qenë edhe një spiker tjetër që ju ka afru goxha shumë në Radio Prishtinë, ka qenë Hamdi Mehmeti. Më kujtohet, ai ka lezuar edicionin informativ në televizion. Ai ka qenë shumë afër, ndoshta jo 100%, po goxha shumë se punon të shumë. Hamdi Mehmeti ka qenë speaker klasik, s'ka qenë gazetar. A për dallim prej ti, unë kam qenë gazetar, po edhe shpesher edhe speaker, redaktor, moderator, tash siç po i thuhet ne atëri i keni udhëheqës emisioni e kështu se unë përveç në radio që kam punu deri në vitin 90,
kom punu edhe në televizion të Prishtinës, kom punu shumë kohë, bile ka qenë një emision e djela pas dite, prej orës 15 deri në ora 18, çdo të diel, emision live që po i thonë tash, me musafir, me muzikë, me argëtim, dhe ka qenë emision shumë i shikuar për atë kohë. Si arrihej Fatmer në atë periudhë kur fjala e lirë ishte pak jo e lirë. Cungohej më pas, priteje. Si arrinit që t'i bënit ato intervista kaq të ndjera dhe ato emisione kaq të bukura, cilat reflektonin edhe rrezatonin në shtëpinë e gjithë secilit që i përsillnin. Ne si gazetar... Ne nuk ja dalin sot do t'i bëjmë ato, në krejt lirin. Problemi ishte, kishim ato kornizat e ndalesave. Edhe tash atë hapësirë që e kishe ti brenda atyre kornizave. Përpiqeshe me skivu disa ndalesa dhe me nxjerr prej bisedës me musafirin ose diçka tjetër atë maksimumin. Edhe me përcjell një mesazh. Edhe më duket që kem arrit, sidomos 2-3 vitet e fundit, para mbylljes Radio Prishtinës, shumë çka kemi arrit. Edhe pse kishim kufizime, kishim shumë gjëra që të ngatrojshin në përkëmb. Po duhej vazhdu. Për shembull, më kujtohet që Partia Komuniste, Lidhja Komuniste atëherë në atë kohë, ishte çdo gjë. Mbledhjet e partisë tu kur mbaheshin, caktoheshin kornizat, edhe caktoheshin kufit, qyshsi, politika redaktuese, anë kënej. Mirë po tash ne, edhe televizioni, edhe Rilindja, unë më kujtohet një detalj kështu që shumë interesant. Isha redaktor i lajmeve, edhe isha në studio me zonjën tani të ndjerë Suzana Sale, një spikere jashtëzakonshme, grua jashtëzakonshme. Edhe kisha përgatit lajmet. Lajmet kishtë dëbollshme, grevat, këto, ato, ngjarje, më rishim mi mbulut gjitha. Po, brenda aty në kornizave, e mora një copë letër, edhe në konsultim me disa kolegë, e dhash një lajm para përfundimit të emisionit. Do më thonë, para shikimit motit. Një lajm nduke i parancishëm, po ishe shumë domethënës. Pse? E bëm që një celule partisë në fushë Kosovë, në shaj pakënaqësie për situatën e përgjithshme, për greva, për këto, jep dorëheqje kolektive edhe i kanë dorëzu librezat. Ky nuk ishte lajm që ishte i rrem, ishte... E vërtet. Kishte një të vërtet aty, po nuk ishte aq dramatike sa e dramatizum na. Edhe tash, mbas atij lajmi, përfundum emisionin, edhe filloi ajo lëvizja, ideja. Qëllimi ishte me plasu iden, se çdo gjë ishte pengesë e madhe partia. Edhe fillu me rënu partin. Nesërmen, kanë fillu me ardh thast, me librezat partis në radio këtu. U bloku radioja prej, u shkatru partia. Qashtu kemë vepru me sindikata shtetërore, me lidhjen socialiste që ka qenë një organizat po ashtu shtetërore e fuqishme sen, edhe ndodhi një mbledhje mas gjitha saj që ka ndodhi. Raman Marina atëherë ishte në kryt partisë në Kosovë këtu, thiri një mbledhje urgjente me gazetarët e radio televizionit Prishtinës, redaktorët, na që ishim përgjegjës për emisione. Në atë kohë ishte i ndjeri Agim Male, një njeri i shkëlqyshëm, i jashtëzakonshëm, drejtor shumë i mirë. Edhe tash kisha ardh Raman Morina me ata kamarillën e vetë, Sonja Shqepanović, e zi edhe disa tjerë, edhe dëshin me na i heq kokat, se çka ja u shkatrum partin, lidhen socialiste, sindikatën edhe këto, si në televizion, si... Edhe fillun ato diskutimet, Agim Mala e mor përgjegjësinë, tha, këta s'janë përgjegjës, tha, une e marr përgjegjësinë për këta, dhe ishte i gatshëm që përjashtohej nga partia e sena, në krej, diskutime, lypshin koka prej neve, me na dënu edhe, jo veç politikisht, po edhe penalisht. E tash një barsolet Veli Vraniqi. Veli Vraniqi, ndjeri, ka qenë një njeri jashtëzakonshëm,
me shumë humor. E thonë, Kur e nuk e pau kam gjithë këtë tension aty në parti, pritej tash me na i heq kokat. Edhe pas fjalimit Rahman Morinës, që tha, keni pru në pozitë keqe, që ka me bo unë tash. Veli Vraniqi i tha, zoti kryetar, tha, jep dorëheqje dhe ti tha, se s'ka gjo prej kësaj pune, shkoj partia. Shkoj partia. Po, nëse na dënu neve me suspendime me këto, po qëllimi u arrit. Do më thonë, brenda aty në kornizave ne e shkatrum. Tash, edhe politika sërbe e Miloševićit nuk kishte mo fuqin vendose, po, edhe imponimin e gjërave, se partin nuk e kishte, lidhen socialiste se kishte, sindikatën. Do më thonë ato 3-4 shtyllat ku manipulante, ja hoqen prej dore. Mandej këto ngjarjet që vazhduan. Po, flasim për një periudhë të ndihshme kohore, prandaj një element shumë i vogël. 89-90, vite shumë të rrezikshme për gazetar, po flas. Edhe megjithatë ja kem arrit qëllimin. Edhe u kthyet në Radio Kosovë atëherë. U kthyet. Mund ta marr me mend se më njëherë pak kohë pas erdha dhe unë ishte gjithçka nuk duke jas në shikim të parë që ishte një vend që mund të punosh, improvizimi i dhomës së lajmeve, improvizimi studiove, tela gjithandej, ishte ftohtë. Unë vreta një vullnet që lekë të gjithë ju, që punonit në ato kushte. Po ishte ai entuziazmi. Edhe përkundër asaj që nuk kishim mundësi as materiale, as ne kishim një vullnet që likt me fillu diçka. Se nëse ju kujtohet, ju atëherë nuk keni qenë në Radio Kosovë, gjatë verës, 99-ës, na patentir... Jo, nuk kam qenë nga viti 2000. Po, lidhja kjo OSB-ja, ishte një farë sektori atje për informim, edhe fillun me improvizu radion këtu një muj e gjysë. Na punum diçka pak, disa që ishim aty, mandej e mbyllen ata. Ta jo, tha do të fillojmë diku në nëndor, me një tetor më duket ka qenë, ose një nëndor, nuk jam i sigur tash pak edhe ka kalu një kohë gjatë. Po, e atër u morë vendimi që me fillu me Radio Kosovë edhe me Televizion të Kosovës, me RTK. Ishte një platform, këta të hujtë, normal që i kishin ato shtyllat kryesore në mbikëqyrje, na fillum me Fejm Regjepin e me disa kolegë tjerë, me boni një program, i cili me gjithate e kishte një korniz, e kishte një qëllim, e kishtim qartë që ka po dojmë. Qëllimi unë ka qenë me i kthy kolegët, edhe me marrë dhe dje me vajza të reja që kanë mundësi, që kanë potencial, një prej tyre jeni edhe ju. Po, mandej ndodhen shumë qka, që ndodhin të ne, përzimje, raha gjokse, sedan e këne, edhe televizioni heci pak ma ndryshe. Në radio fillun pak ma ndryshe me shku në gjarit. Unë kur delja prej Radio Kosovë, nuk e ndija vetën mirë kur takoja ndonjë ish kolegë. Se ishte në sytë e ti e vreja, pse ti po punon e unës po punoj. E vërtet. Edhe mandej ndodhi një farë konkursi për drejtor të Radio Kosovës, konkurova, u bo një farë dallaveri aty, edhe për fat po, që është pak më shumë menaxheriale. Menaxheriale, po, du me thonë që atmosfera nuk ishte stabile. Filloj mu kontaminu për interesa meskine. Do me thonë, a interesi parsor që ishte me i kthy njerëzit, me fillu profesionalisht, nivel nuk u arrit, kështu që une e braktisa 2001-ën, edhe mandoj vazhdoj Radio Kosova, normal që i ka vazhdu, edhe televizioni po ashtu tash veç kanë arrit një nivel, edhe pse ka ngritje rami. Her pas here. Po, her pas here, po me gjithate, duket që ai shpirti krijues edhe informues ka mbjetu. Pa marrë parasysh. Unë i respektoj, se e dëgjoj Radio Kosovën kështu me nostalgji. Dëgjoj mjaft zëra të mirë, gazetarë të mirë, emisione të mira. Se zakonisht gjatë vozitjes e ndëgjoj Radio Kosovën, për fat mirë ku do në Kosovë, po edhe jashtë ndëgjohet mirë Radio Kosovë, sidomos kohëve të fundit. Po tani janë përforcuar. Po. Edhe kam
Gjithmonë edhe me ata dëgjuesit besnik që na dëgjojnë edhe jashtë Kosovës, jashtë vendit. Të paktën një promo kur e keni realizuar këtu që digitalizuan fonotekën, kemi pasur shumë pyetje se ku është ai zëri që na ka dhënë kaq emisione të mira, të bukura, intervista të ndjera. Unë jam Prishtinë, jam pensionist, diku maj, me 13 maj bëj 71 vjet. 50 vjet ja kom kushtu gazetarisë, kam punu goxha shumë, se kam qenë, kur është mbyllë Radio Kosova, kam qenë në Radio Zagreb 2 vjet. Edhe atje ka qenë një emision i shkurtër 5 deri në 8 minuta. Shqip edhe i japshim mbrana aty në 8 minutave, kryesisht ngjarjet kryesore që ndodhin këtu. Maksimumin, minimumin e minutave. E kem kultivu një gazetari telegrafike, ta quaj ashtu. Titujt e gazetave që dalin për lajme, kryesisht i japshim ato. Nëse don diçka më shumë i ke gazetat. Mirë, por mbrëmje arrihej një e tash pas Radio Zagrebit që u mbyll për shkaqe shumë çuditshme, se ata kanë menduar kroatët që na lejuan atë emision që ne nëpërmjet radios Zagrebin gjuhën shqipe të hapim frontin, që si ishte ai të hapim frontin Kosovë, që nuk ishte as opcioni yni, as opcioni i presidentit Rugova, as i gjitha strukturave LDK-se, partive tjera, qeverisë në egzile, nuk ishte opcion. Pastaj u detyruam me shku në Radio Tiranë, Radio Tirana na dha hapësirë, mirë po këtu është se jam i pari që kam fol në mikrofonin e Radio Tiranës nga Kosova. Dhe më thonë, redaktori i parë, speakeri i parë nga Kosova. Për me arrit deri te unë me fol, se deri atëherë, një 2 muj, ne i përgatitshim lajmet, speakerat e Radio Tiranës i lexojshim. Na nuk lexojshim, s'mujshim me dal para mikrofonit. Edhe një ditë e bëj një plan me atë Shpresa Koqira, i ka qenë një speakere jashtëzakonshme e Radio Tiranës, thash, shiko, 2 minuta para se me fillu emisioni, thash, ti do të smurësh. Edhe une i marr lajmet edhe hynë studio, i lexoj, ata s'munden me ndërprej. Ashtu edhe ndodhi. Ajo u anku diçka jo barkue. Edhe i mora une lajmet, fillova me lexu. Ai tekniku që ishte aty, i hapi syt, telefonojke, diçka bëjke, edhe për një herë kanë zbrit krejt strukturat e Radio Tiranës poshtë në studio. Unë e disha që s'mujnë me më ndërprej, po unë rrezikova me qëllim, thash, qofse më përzojnë, bileja arrita qëllimit lajmet për Kosovën, të përpiluara nga ne, ti lexojnë vetë, marrëlla, jem edhe ne, edhe tash, kur u kry emisioni, ka qenë Skender Buçpapaj, drejtor. Edhe unë e dola, tash pak si me droje, tash qysh do të reagojnë këta. Ata ishin pru para aktit krym. Edhe ai Buçpapaj ka qenë kogja burnor, kësi i veriut, tropojës. Tha, urime, tha, komplimente për zërin, për akcentin, ti qenke i shkëlqyshëm, ti qenke prej sotit, ju do t'i lexoni këto. U qel dera. E mandej kanë vazhdu tjetë. Mirë, po une kam qenë i pari që kam lexu. Sakrifica duhet sakrifikosh në këtë profesion. Se ka qenë rrezik, se ka qenë një farë mosbesimi, ndaj nesh, nuk e di pse ishte kohë trupit, atje ishte pak. Mirë, po e thym atë barierë dhe mandej kanë vazhdu, se une mandej e kom lëshu atë diku 93-ën unë e kom lëshu, kanë vazhdu kolegët e ndërum Besa Qeku e këta tjertë. Në periudën Aslan Bajrami po. Vlen të respektohen, respekt për gjithë ata që e bën këtë punë në periudën e luftës në Kosovë. Ka ndihmu, e rëndësishme është që nuk u ndal, nuk u ndërprej asnjëherë. Jo.
Keni realizuar përveç këtyre pjesëve të bukura sekuencave që i ndat me ne edhe një varg intervistash me njerëz nga më të ndryshmit. Unë nuk e di as vetë se si ishte shumë interesante, të paktën kur vishin njerëz që ishin bartës të projekteve në Kosovën e pas luftës atëherë, ose ishin drejtor të organizatave, po kur vinin artistët, kur vinin njerëzit që duhet ta ndjej atë, ju ishit bënit emisione shumë bukura. Ka ndonjë intervistë që të ka ngelur kështu e bukur në mënyrën e realizimit dhe një tjetër që të ka mbetur peng për ta bërë? Po, ka edhe të tilla. Intervistën që e kujtoj me mall edhe me krenari kështu, do më thonë e kam realizu në Radio Kosovë, në nëntor, vitit 99, duket, nëse zgaboj tash pak, më falni për precizitetin e kohës. Janë këto periudha për cilat po flasim pra. Daud Berisha, një piktor i shquar, një piktor shumë i popularizuar shqiptar në Paris, që ka bë emër, kishte ardhur në Kosovë dhe rastësisht një shok ma sugjeroi me marr në studio. Ai hezitonte pak të zdi unë me folë, po ndërkohë gjatë luftës ai kishte bërë një punë kolosale për me ndihmu, kishte ardhur deri në Shqipëri me ndihma prej France, edhe prej kufirit aty me Shqipërinë, kishte organizu ndihma të sobë. Piktor që s'kish, do më thonë, kur far kompleksi, njeri thjesht, po i jashtëzakonisht i talentum. Unë pak hezitoja, për shkak se vepra e tij artistike, se kërkon pak një studim më të madh, po na mas paku kem fol për veprat e tij, kem fol për jetën. Pyetja ime e parë më kujtohet edhe përgjigja e Daud Berishës ka qenë kjo: si të dukej Kosova që DJ nga kufiri me Shqipërinë? Tha, Kosova më dukej e shkelqyshme. Thash, si tim zjarë flak? Tha, po. Tha, edhe na tym, tha, dukej e bukur. Tha, nuk e damtonte tymi i flaka. Tha, për shkak se e dija që do të bëhet edhe më e bukur se shlirimi vinte trokiste nder. Edhe fillum mandej me këtë bisedën më tepër njerëzore, intime. Atë shpalosin, edhe në fund ka zgjat një orë emisioni. Më duket se kisha përshtypjen që edhe 3 orë me pas zgjat, kishim çka bisedonim. Po, sigurisht. Edhe ko marr shumë telefonata, komplimente për atë intervistë. Që e ka njoh pak më shumë jetën e një artistit më. Edhe ka dhe tjerë, po nuk e di. Kjo është ajo që të ka ngelur mend. Po të ka mbetur peng diçka pa e realizuar ndonjë intervistë. Shumë pengje. Një intervistë më ka mbet peng kështu me doktor Ibrahim Rugovën. Gjithmonë më ka premtuar se e kom njoft. Se do ta bëjmë një intervistë, do ta bëjmë, po unë e kom pas. Po para se me qenë presidenti i LDK-s, ka qenë si shkrimtar, e kom pas si intelektual, Musafir, po tash si president nuk kishte kohë, edhe ajo më ka mbet peng. Ka mbet peng edhe një intervistë sa kam qenë në Zagreb me Oliver Dragojevićin, edhe me Boris Dvornikun. Ata kanë qenë një dyshe në Kroaci shumë popularizum. Kishte fjalë që kanë prejardhje arbreshe. Edhe mentaliteti i tyre, se une e kom dash Splitin gjithmonë, një vjetë kom jetu si ushtar atje, mirë po Spliti me muzik, me festival, me njerëz, me intelektual, me muzicientat të hatashëm, me një festival fenomenal që krahasohej me festivalin e Sanremo, ajo më kam mbet peng, sidomos me Boris Dvornikun, se kom pas pak 1-2 takime me te, se shumë me rëndësi me përmend për një person Kelmend Himaduna. Kelmend Himaduna është një legjend fatkeqësisht indjer, e kom bërç me përmend. Në vitin 72 kem shku në Zagreb, jem taku në Zagreb, unë konkurojsha për mjekësi, ai për televizion, për media. Ai ka qenë i prizrenit, unë nga peja.
Edhe une hyna në provim pranus, ajo lista e pritjes kisha bo diçka, isha afër, po me që isha prej Kosove, gjasat ishin t'vogla. Keli mbeti aty, ai ka vazhdu. Unë u ktheva në Prishtinë. Mirë, po çka është interesant, kem qenë në Hotel Dubrovnik në qendër të vendosur. Domethënë, ky ka qenë viti 72. Kelmendi Maduna ka punu mandej si producent në radio-televizionin e Zagrebit. Edhe 35 vjet ka qenë musafir në Hotel Dubrovnik. Kur s'ka shku në për banesa. Prej ditës parë ka mbet në Dubrovnik. Mirë, po ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm. Pse? Ka qenë humanitar shumë i madh, ju ka ndihmu me mija njerëzve, me spitale, me gjitha këto. Ka qenë një koleksionist i jashtëzakonshëm i veprave artistike, i pikturave. Madje ka pas, tash vetëm ka tregu se kem qenë shumë të afërt. E ka pas një koleksion të veshjes së Kral Nikolës Malit Zi, që e ka ble prej një familje të jahudive në Zagreb, për një çmim përshtatshëm. Mandej e ka deponu në Vjenë, në një bankë, atë koleksion të veshjes të prarume, edhe kanë ardhë këta të Malit Zi me ble atë koleksion. Ai nuk ja u ka shit. 1 milion e s'di sa 1.300.000 marka i kanë ofruar dhe se ka shit. Ka qenë koleksionist i jashtëzakonshëm, piktor të Zagrebit e të Kroacisë i ofronin piktura. E patem organizu, so a isha unë në Radio Zagreb, bashkë me te, një ekspozit shumë të suksesshme të Mulliqit, piktorit ndjerë. Muslim Mulliqit. Një piktor i jashtëzakonshëm që kur ka ardhë me atë ngjyrën blu, pikturat e tij i ka fascinu. Ja organizuam një intervist, ja organizuam edhe një shitje të pikturave. Kelmendi. Ka mbet ai legjend, njerëzit e din, ata profesionistat e din kush ka qenë Keli, po një anekdot ka qenë e lidhur me te. Ai në Hotel Dubrovnik ka jetu ton jetën. Kur vinte puna me zgjedh drejtorin e hotelit, e ka pas apartamentin e vet, ka pas të holla shumë, edhe tash strukturat që vendoshin kënë me e bëhet drejtor, au kry, i ka marrë ky, këto poena, ky do të bëhet drejtor. Qohej dikush. Keli vendos. Se kem pyet Kelin, në qoftë se Kelmend Himaduna nuk vendos mu bëhet drejtor, ky s'bëhet. Këto e përmenda për shkak se nuk jem të vetëdijshëm sa shqiptarë të suksesshëm kemi jashtë Kosove, jashtë Shqipërie. Keli është një prej tyne legjend, ka qenë bohem, ka qenë krejt aktorët, njerëz të i referoheshin veshjes ti. Që thonë këtu të na firmato, do më thonë. Keli i lansonte ato. Keli ka qenë një sharmer i jashtëzakonshëm. Se këto minuta ja kushtova ati se me të vërtet ka qenë një njërë që Kosova duhet më mbur me te. E tash që ne nuk e dim dhe i vlerësojmë sa duhet dhe ne prezentojmë, ju japim hapësirën me fjale njerëzve të tillë. Tani gjatë këtyre viteve të fundit me zhvillimin e madh teknologjik, ta që jeni dëgjuesi i radios. Njerëzit që kanë punuar në radio nuk mund ta anashkalojnë shumë lehtë, bëhet pjesë e jotja. Bëhet pjesë e jotja me kohën, paktën kudo që ai zëri që të shoqëron në sfond gjithmonë. Si e shihni gazetarin e ri, si e shihni ndikimin e radios në gjithë këtë zhvillim teknologjik? Është radio pak më lart, e mendon se do ta ketë një jetë gjatë, mendon se do t'i vi koha kur do ta haj lajmi shpejt, lajmi i portaleve. Mendoni se do ta mbijetoj dhe të rezistoj? Radio jo që do ta mbijetoj, gjithsesi, jo që jam unë një fanatik i radios, por radio do të avancoj. Portalet këto janë kaluse. Pse? Portalet mundsojnë një eufori, një lajm të rrajshëm, një diçka të përflitet. Radio e ka stabilitetin. Radio dëpërton për dritare, për derë, për dritare të automobilit, është gjithmonë me ty. Edhe kur si e i vëmendshëm. Edhe kur si e i vëmendshëm,
Veshin. Mendoj që radioja ka një perspektivë natyrisht që duhet të punohet, të shkohet në hap me arritje teknike këto. Këto podcastet që kanë fillu me lulzu si këpurdhat mbas shivt, janë të mirë, të ardhura si një kohë kur ndoshta edhe s'ka pas qaq nevoj për to, po që u imponun edhe okej, unë i përcjelli, ka. Po duhet profesionalisht me punu aty. Nuk mundet një politikan me bo një podcast, edhe me thirë koniteket, arsy pa arsy, edhe zdinas me bo pytje. Dhe më të nuk është rëndësishme sa ti ke ndikim, sa followers ke, sa njerëz të njohin. Duhet jesh në bazë gazetari. Duhet jesh vetvetja, para së gjithash, edhe duhet të kesh parasysh që gjithmonë je në radio. Nuk je as në portal, as në podcast, as në televizion, po je në radio. Radioja ty ta mundson me përshkru, me dhona ato që ka dëgjuesi mundet me imagjinu. Në kokën e vetë. Një lajmë kur e ndëgjon ti. Nuk është veç lajmë i thot, 3 fjali, i lexova edhe u kry. Jo, du të mja mundësu ndëgjuesit, aj me imagjinu çka është esenca e atij lajmi. Pse ka ndodhur qysh si tek me imagjinu. Janë këto edhe ato fjalë që shërbejmë për gazetarët e ri që do të vinë. Besoj që po. Gazetarët e ri duhet me pas vullnetin e madh, edhe duhet me dash këtë punë. Qofse se don radion, mos trokit në derë të radios. Qofse nuk të pëlqen radio si medium, mos u paraqit në konkurs veç sa me zonë një vend punës, dhe ndoshta ja zën vendin dikuj që din edhe mundet, edhe i ka predispozitat. Radio i ka 2 komponente, do më thonë, du të me ditë me shkru, edhe du të me pas zërin. Ne kem pas të kalumen në Radio Prishtinë, edhe njerëz që kanë ditë me shkru, po nuk kanë pas zë edhe si janë paraqit në mikrofon. Kem pas edhe raste sporadike kur as ka pas zë, as ka ditë me shkru, është paraqit, i ka dhunu në dëgjuesit. Ajo s'lejohet në radio. Janë do kritere që duhet mu plotësu. Dhe këtu e para është zëri. Zëri është kusht për radio. Pavarësisht ka sjell, nëse nuk i pëlqen, do ta ndrojë frekuencën. Normal. Fatmir. Normal. Kemi shumë çka për të thënë, po koha është e shkurtë e limituar e këtij emisioni. Falenderoj shumë që ishe pjesë e këtyre minutave. Ju falenderoj juve që më kthyet pak në kohë. Jeni gjithnjë mirëseardhur, unë të dëshiroj shëndet të plot, edhe këto ditët që i kaloni tani, që jeni në një pension, po unë kujtoj që jeni në një pension aktiv, sepse gazetarët, kudo që janë, gjithmonë do t'jen ai zëri i pavdekshëm që do t'jetoj brenda nesh. Unë nuk dorëzohem kur si jam dorëzu. E tash, deri kur, ajo mbetet shihet. Uroj që kjo t'jetë në shërbej edhe neve si... Faleminderit edhe komplimente për punën personale ti që ke në radio. Faleminderit shumë. Kom përcjell, ke evolu, ke arrit një lartësi, t'lutem mbaj atë. Faleminderit shumë, Fatmir.